Klubi futbollit Shiroka fiton derbin verior duke mundur me rezultatin 3-0 ekipin e Tribunit të Pukës. Me trajnerin e Shirokës Arditmani, urime për sot. Faleminderit Gaci. Do ta nisi këtë intervistë me një urim për gjithë miqt, shokët dhe dashamirës të fesë katolike, gëzuar poshtë, bekim gjithmonë dhe sa më shumë lumturi dhe shëndet familjet e tyre. Si gjithmonë korrekt profesor Mani, futemi në atmosferën e ndeshjes se një derbi u konsiderua i vështirë, në fakt pati rivalitet, por fitoria e pastër. Them drejtën, ne që me Puken ishte e vlerësuar me nga ekipi jonë, duke ditë se kishim një ekip përballë, një ekip shumë të fortë dhe duke ditë që ndeshjen e parë shkuam në barazim me të drejtë nuk dhame, ndoshta edhe ne nuk dhame atë maksimumin atje, por ndeshja në Shkodër ishte shumë e vlerësuar dhe të them drejtën, du të falenderoj gjithë ekipin për mbështetjen, për dëshirën, për grindjen dhe për maksimumin e dhënë në fushën e lojës. Çfarë shkoi më mirë në këtë ndeshje sipas juaj? Mendoj që ishim shumë më mirë taktikisht. Sa më jena rikthyr edhe herën në traditën e lojës tonë të qarkullimi dhe tek niveli i lartë i cilësisë qarkullimit të topit. Ishim shumë qartë për raportet. Në 4-5 raste edhe ne gabuam, por gjithsesi golat erdhen shumë shpejt, goli i parë shumë i shpejt, por edhe ndeshja ishte shumë e bukur, them drejtën, duke vlerësuar edhe ekipin kundërshtar. Kjo është java e parafundit, ndërkohë që mbyllja zyrtare e kampionatit faza e dytë, sepse me pasesë dhe play-offit, do të quhet në një derbi tjetër, krye derbi, po themi, verior beslidhja e Shiroka. Me kënaqësinë më të madhe do të shkojmë në Lezhë, duke i uruar edhe ekipit kampion një rrugë të marrë në kategorinë e parë. Ne do shkojmë bëjmë punën tonë, megjithatë është një ditë festet si për Beslidhen, por shpresoj që të jetë ditë festet edhe për Shirokën. Barazim në fazën e parë në këtë stadium Reshid Rusi me shifra 1-1, ndërkohë që e dyta më e rëndësishme është ai barazim përveç domthonë golave dhe rezultatit ishte një spektakël veti, sa do të kishte ende edhe një ekip i Super League. Një më herët Drabeja, Arion Drabeja, zëvendës kapiteni i Shirokës, duke folur përkish për këtë derbi të javës fundit Beslidhja Shiroka, premtoi një ndeshje spektakël. Normalisht, duke ditë që Drabeja është një lojtar grinjtos, normalisht që edhe ndeshjet ka grinjtën brenda, pse jo, shkojnë për spektakël. Por do të shpreh edhe një falënderim të jashtëzakonshëm për të gjithë trajnerët që kanë qenë pjesë e ekipit Shiroka, duke filluar nga Tata Angelo dhe me radhë, të cilët secili ka lënë një shenjë në veti në ekipin e Shirokës. Falenderoj edhe herën gjithë djemtë të cilët me shumë sakrificë po tregojnë edhe herë që janë një vlerë për qytetin e Shkodrës. Profesor Mani, ju e synuat kategorinë e parë për të kapur vendin e parë në grupin A, gjë që arriti Beslidhe, po tashmë përsëri lufta është e hapur. Si shikoni fazën e në fakt nesh çudia më e madhe ishte tek Veleçiku me Sopotin. Bravo i qoftë ekipit Veleçikut, i cili tregoi grind. Është i hapur tash pjesa e vendit 45 dhe vendit të 5 mos u gabosha, ku janë 4 ekipe që do të luajnë për këtë pjesë. Shpresojmë tek play-offi sepse është më e rëndësishme. Kjo është kryesore. Sidoqoftë, një sezon duhet konsideruar shumë pozitiv, një Shirokë që vetëm 2 vite formim dhe pretendente për kategorinë e parë. Them drejtën, unë tek Shiroka jam pjesë e stafit që ditët e para, duke qenë në hapat e parë të formimit të ekipit, si trajner, si drejtor, dhe them drejtën jam shumë i kënaqur. Megjithatë, në fund të play-offit do të mbledhet me komplet si staf dhe do të nxjerrim analizë, por them drejtën unë jam shumë i kënaqur me punën e bame, me sakrificën e çunave, edhe them drejtën për ne ky realitet është një realizim i asaj që edhe presidenti ka kërkuar. Që do të thotë që Arditmani do të vijojë bashkëpunimin me Shirokën? Nuk e kam pjesën time, unë normalisht që do të jem në Shkodër, shohim play-offin, pastaj pjesa se ku do të jetë ardhitja është tjetër gjë.
Përshëro suksesit. Faleminderit shumë, faleminderit aty Gaci sepse je në të vetmit gazetar që i po qëndron ofër jo vetëm Shirokut, por gjithë sportit Shkodrës. E kam thënë edhe herë tjetër dhe vazhdoj ta them.